Procedura për shkarkimin tim është politike, prandaj jap dorëheqje të parevokueshme. Kështu shpreh kryeprokurori Lupço Kocevski në konferencën në të cilën njoftoi për largimin e tij. Ai dorëheqjen e dha në të njëjtën kohë kur ishte caktuar seanca në kuvent ku deputetët duhej të vendosnin për shkarkimin e tij. Ai shpreh se është e qartë se propozimi për shkarkim nuk bazohet as në ligj dhe as në fakte, por përkundrazi përfaqëson një precedent me pasoja të gjera për pavarësinë e prokurorisë publike. Procedura për shkarkimin e tij përveç se është politike, thot ai, është edhe e paligjshme dhe se provë për këtë shton se është ftesa për pjesëmarrjen e tij në seancë ku duhet të diskutohej shkarkimi, i ka arritur vetëm një orë para nisjes së seancës. Funksionin që e kanë kryer më pak se 2 vite, e kanë kryer me dinitet dhe largon krenar dhe me kokën lart, por ish gënjur për shkak të mosrespektimit të parimeve mbi të cilat bazohet sundimi i ligjit. Provë për këtë është se sot deri në orën 10, pra vetëm një orë para seancës së caktuar, më është dërguar ftesë te kuvendit për të marrë pjesë në seancën ku do të diskutojë shkarkimi im. Propozimi për shkarkimin nuk më është dorëzuar dhe nuk kam për çfarë të deklarohem. Prokurori publik Kocevski theksoi se në propozimin për shkarkimin e tij nuk ka prova për shkelje të rënd disiplinore ashtu siç e kërkon ligji, por kërkesa për shkarkim është bërë, siç thot ai, sepse ka furur hapur për kushtet e vështira në të cilat punon prokuroria, pa kuadër dhe resurse të mjaftueshme, ndërsa shtoi se kjo është për shkak mjeteve të pamjaftueshme që prokuroria publike merr nga buxheti i shtetit. Vendimi për të filluar procedurë për shkarkimin e tij u mor në seancën qeveritare më 9 dhjetor. Më 29 korrik parlamenti votoi për interpelancën në lidhje me punën e Lupço Kocevskit.